Kapitulli, qëndro drejt mbi parimet e tua dhe do shohësh se të gjithë të afrohen. Rrëfimi i forcës së heshtur të integritetit. Në një botë që shpesh rrëshqet mbi sipërfaqet e rrëshqitshme, ku njerëzit ndryshojnë ngjyrë sipas interesit dhe thyejnë fjalën si një qelç pa vlerë, të qëndrosh drejt mbi parimet e tua është akt rebelimi. Por është edhe akt lirie. Parimet nuk janë thjesht fjalë të bukura për të shkruar në libra ose për të cituar në raste të veçanta. Ato janë themelet e vërteta që mbajnë një njeri në këmbë kur gjithçka tjetër tundet. Janë busulla që të drejtojnë kur rrugët janë të mjegullta, kur tundimi është i fortë, kur presioni të thotë, bëj si të gjithë. Po, ndonjëherë ndihesh vetëm. Kur nuk e shkel dinjitetin për të marrë përfitim. Kur nuk e ul kokën përballë padrejtësisë. Kur nuk zgjedh rrugën më të shkurtër vetëm sepse është më e lehtë. Njerëzit mund të shohin si të çuditshëm, si të vjetruar, si të pashërueshëm në idealizëm. Por ja ku ndodh magjia, sa më shumë të qëndrosh drejt, aq më shumë të tjerët e ndjejnë këtë qëndrim. Në fillim të shmangin, por më pas të vëzhgojnë. Pastaj pyesin veten, si arrin të qëndroj ai I patundur në një botë që lëkundet. Sepse e vërteta ka një forcë që nuk mund të mashtrohet. Integriteti nuk ka nevojë të bërtas. Ai flet me heshtjen, me qëndrimin, me veprën. Dhe në kohë, ata që lëvizën në çdo drejtim, do e kuptojnë se vetëm ai që nuk lëvizte kishte themel. Dhe do rrëshqasin drejt tij, si uji që gjen shtyllën më të fortë për t'u mbështetur. Të qëndrosh mbi parime nuk të bën të fortë për të tjerët. Të bën të vërtetë për veten. Dhe në këtë të vërtetë, ti nuk je më një njeri në grumbullin e masës, je busulla në kaos. Fundi I kapitullit. Sepse fuqia nuk qëndron në numrin e ndjekësve, por në thellësinë e rrënjëve. Dhe kur je I rrënjosur në të drejtën, të tjerët nuk kanë ku të kapen, përveç se te ti.